Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shikues të nderuar dhe të respektuar të televizionit Arbëria, posaçërisht emisionit pa titull, siç do të shtune, këtë shtune fillojmë me episodin më të ri të emisionit pa titull me mu Danny Boy. Baljave 50 vjet më bo, s'ka shans me ndru tash këtë emër, është që emërtimi jam që u mbet qysh pe sa vjet, dikun 15 vjet, 16, 14 vjet, çete kur e kem nis me ato farë muzikën të bo. Kësaj radhe në emision e kemi një mysafir që ka kam respekt madh. Njëmi qysh më ti, është Florent Abrashi, një këngëtar që definitivisht zoni se ka ditë kërkosh që mund të me pas një zoni kaq të mirë, një djalë pi Gjakovës, këtë keni zonën fenomenale në ka Gjakova, definitivisht. Lend, faleminderit për kohën që ki gjetë me kohën mysafir në emision. Me knasi, faleminderit për ftesën, edhe faleminderit për këtë pamje, për këtë skenë shumë bukur. Këtë pamje o pranë veç ISP-ja. E qëllume, definitivisht e qëllume, edhe po mjep inspirim, pas kam në folë sa më të mira, që jo shumë serioze. Jo, larga sa, jo më qëma kritike. Lend, që e tu bo, kohën e fundit? Tu punu, tu marrë me muzikë, tu e shprej keqat muzikën që e kom mrena, tu të nëtu minëzirë, i kemi bo 2 kongë, i kemi bo 2, dhe më thonë janë për te i fazës demos, njona është shumë afër, dhe më thonë betet vetëm klipi, një demo tjetër, gjë që nuk e kum prit, po ka ardhë krejt befasishëm se prej projektit fundit që kum pas me klip, dhe me tash të jëmë konë të lyp kompozitore, të lyp bashkëpunëtor, producentat të ndryshëm, po kjo demo e fundit erdhë shumë befasi për një vend që se kësha prit as vetë, dhe kështu një dikush që nuk e prita pritine, që e përdhën qasi kongë edhe ke diçka shumë e bukur edhe jam shumë i mbushun me shpresë. Është në stil tonë që ashtu që do që? Është në stil temin, bile ma hala ma thellë, po jam shumë i lumtur që kum arrit mi gjetë qatë material, edhe është diçka që më prezenton mu, më përfaqëson mu, stilin tem gjithçka që më rrit me to, edhe jam shumë rahat me qatë. Sa të bo prej? Po më duket që 6 vjet janë bo. 6 të banë, na? 6, edhe ke një farë rrugtimi shumë interesant, se e gjesha një kompozitor që në teori tingëllojke shumë mirë, edhe bashkëpunimi fillojke shumë mirë, edhe masën e diçka ndodhke, nuk e di gjatë një farë... Del diçka që na largojke shumë, adi unë i thësha po du diçka të kafta dhe të gjata, e ma epke diçka të kuqe dhe të shkurt dhe të rumullak, dhe shumë çudi, nuk e di pse. Gjithmonë thonë, po që kjo dy, po të se të zdin, se që kjo do të me pojnë që asana din edhe... Ndoshta që jo, nuk e di, po ke një farë rrugtimi shumë i çuditshëm me gjetë këtë farë gjuhën e bashkëpunimit me producenta. Për pos një producent që ja vlen me përmend gjithmonë është Florent Boshnjaku, me to kum pas shumë bashkëpunime. Këta Florentat janë këgja kështu. Nuk e di pse edhe kjo është i Gjakovës, interesant. Po me Florentin gjithmonë kanë shku gjithçka, se kemi bashkëpunime të ndryshme, ajmë tje për projekte të ndryshme, po edhe unë gjithmonë insistoj që këtë produksionin mi bo te ai, sepse e ka veshin, e ka njohurinë, e ka eksperiencën që ka kalu në prej muzikës popullore, në rockën, në rapën, gjithçka ndodhet, është universal. Pikërisht, u marrë edhe me nivele të ndryshme të muzikës edhe të produksionit, domethënë prej nivelit të Amerikës, të New York, LA, deri në Kosovë, kështu që po besoj që njeriu i duhur për mu deri më tash u kon 100% i duhuri, në vazhdim do ta mbajmë afër. Në ndje edhe me grup kështu funksionon puna orkestrimit, edhe pe ti përpara s'ka mujt me kon një grup pa pas një band, e kanë gjetë në një garazh, në një podrom, ose do të shoh dikon ju mbledh, si nxez ashtu. Sa do pak ma tjetër sistemi punimit edhe funksionimit, apo keni të lash vendin organizime, se secili sot ka 2-3 punë tu i majt? Absolutisht. Edhe qaj menaxhimi i kohës? Me menaxhimi i kohës definitivisht është një prej sfidave moderne, nëse muj me qujt është, po kemi se cili nevoj për atë kohën tonë, më najtë në shprej, më najtë me qatë njerës që nuk na japin asë një sfidë për posë vish që na knaqin, po duhet mi gjetë edhe me këta djemë që jem të bashkëpunu kohëve të fundit, e kom fatin që
po veç e kemi gjetë atë hapësirën qysh me kësi po komunikojmë konstant me njëri tjetrin, me telefona dhe me takime të ndryshme, edhe me prova, po shkam ka animu mas shumë ti është me gjetë personin me vizionin e duhur, që përshtatemi në vizion, që kjo është për ndryshe nëse nuk e ki vizion shumë e rëndësishme. Edhe nëse nuk e ki qasin e një ndaj punës, me këta djemë që jam të bashkëpunu e dojmë punën, mbi të gjitha, e dojmë të qënojt në kohë, edhe mi bo punën e masën e me ardhë dhe shpagimi për ato. Nuk ka nevoj me qenë shpagim me lek, po duhet vish edhe mirë njohja prej publikut ja vlen maksimalisht, edhe po knaqemi edhe vetëm nëse na thojnë bravo, tek e fundit për mu që ajo është bukuria e muzikës me mëri emocionalisht të dikush, nëse mund është me bu pore të e bu që ato, pse jo, shumë ndjenje bukur, po të më dhënë me këta djemë të jemi të shku shumë mirë, e kemi zhjetë një farë verzioni të produktit tam që po e transmetojmë, po bojmë dasma moderne, po bojmë mramje interesante, edhe unë pak e si që me thoni, kum shtri rjetën pak ma shumë, adi po kënoj... Do më thonë në vendet, okej. Edhe vendet të ndryshme, edhe stilet të ndryshme. Që ta desha më litë që kjo gjithë shka po kënoj, që më ka rap me rastis në për vene, në për najat të ndryshme, kitë këngëtartë paka shumë shabloni këngëve jënë si të njejta. Nëse marrë me këshyrë, që shkojnë që to dadushi jo, po... Edhe dadushi. Okej, baje ki do këngë njëta, po... Pse? O problemi që jena të varfën me... Nuk jemi të varfën, jo, ka muzikë sa të dush edhe kemi aftësi edhe me kriju. A për lyp tregu, a qka? Tregu është shumë i çuditshëm, jemi me një farfazë shumë interesante që publika konstant kërkon diçka të re, po nuk pranon diçka të re, është shumë e çuditshme. Se unë e ulëmtoj konstant edhe bojmë versionet të ndryshme, e bjen një super kongë, ja prezenton dikujt, po përfundojnë të këshyrë pak se çuditshëm. Çka është kjo kongë, çka e ke lyp ti, hajde kënon ato kongë të... Na po thonë që e belyp masa njerëzit, po problemet e artistat që pja servon edhe që një farë mënyre që pja u imponon, që kjo po kërkohet dhe që to peknojnë. Është definitivisht një pjesë shumë e madhe të artistat, se shumë prej këngëtarëve e kanë gjetë një farë vendi, që ato kështu një farë hapësire të ratis, ku nuk guxojnë fort me dalë prej asaj, se edhe mujnë me përfundu të dënu, se ka shumë artista, ka shumë këngëtarë, ka shumë muzikantë. Denimi nuk kupton që mos me të thirë ma. Denimi është mos me të thirë, pikërisht që jo. Unë e kum përjetu këtë sanë, unë e një fat mirësisht, unë e kom një fat shumë të madhë që jam i shtrirë në shumë hapësira, edhe nëse nuk bëj, le të themi, në Prishtinë ose Mitrovica ose Pejë, gjithmonë është një qytet tjetër ku e kam një lidhje ma të mirë, edhe muj më qenë duke kënu në Tiranë, në Vlorë, në Maqedoni, në Shkup, Tetov, Dibër, edhe nuk e vrej fort këtë mungesën e mramjeve në një qytet, po nëse je një këngëtar që je kryesisht i vendosur në Prishtinë, duhesh mi najt, po thamë kushtimisht, duhesh mi najt besnik qatire për të orit, që është për një ma është gjëna, se ka muzikë shumë të mirë, ka muzikë shumë të madhe, shumë të bukur. Di që ka shumë ma shumë se qëto që po kënore. Absolutisht, por nuk e di pse, është një farë cikli shumë interesant, anglisht i thonë self-fulfilling prophecy, që është profecia që vetë përmbushet, këngëtarët thonë piknoj që të kongë se po lypet, mas ne shkon e kënon që ato edhe publika thot, po këta po në aknojnë që të kongë, normalisht që kam i lypë që atë kongë, se mësohen konstant, me që ato nuk ke shpjegimi maj mirë i fenomenit, po esencialisht që baza. Do më thonë duhet vish me qenë matë guximshëm, po tentojmë, gjdo tezë tentoj të pakten, gjdo gig tentoj me pru një kongë të re, me pru një trajtim të ri, mi ndru zhanin, të pakten një kongë më smiknu gjithmonë njejt. Ka dole që me a i punu pak? E kum vrejt, për shemë disa kongë që i kanë harru publiku, që duhet ekziston një farë formule që duhet mi përmbush konga që me u pranu prej publikut, edhe duhet me qenë teksti specifik, jemi si që duket popull melankolik. Kemi nevoj pak për melankoli, për dhimbje, për ndamje, për dashni, që to janë, që kjo është formula, tradhtia këto.
Na edhe përfundimisht masën edhe ritmi duhet më konë, po që kjo vish po shpresoj që artistat ka daldole me gjetë guximin, po edhe publika pakës me hap horizontin, me hap zemrën, me pranu këngëtar të ri, me pranu muzikë të re, edhe qasje të re, që kjo është ma e shnosha, po mdoket në animon krejtëve, përfundojmë. Ty ka ra me grupën në vendet ndryshme, po në krajina ndryshme, shqiptarisë në përgjithësi si në Shqipëri, si në Maqedoni, si Knera, si Anena, ka dhe qoftë. Cila pjesë është ma shumë e dhanën mas muzikës? Një të fjallë thonë kushtimisht ma qytetarë, pak ma ndryshe për i masës? Ma ndryshe për i masës. Për momentin, qëto 5 vjetë të fundit ka dominu Macedonia. Shqiptarët e Macedonisë përmujën një pjesë e popullit tonë, pjesë fantastike. Nuk ka krahasim, definitivisht është një botë në veti që nuk di me ta shpjegu. E njohin muzikën e Shqipërisë, e njohin muzikën e Kosovës, janë të und për muzikë të mirë, për vargje të mira, për muzikë të mirë, për muzikë të fuqishme, të egër, edhe të musht, edhe dashnin e dojnë, të më thonë nëpërmjet muzikës, te ata muj me e bo komplet menyn. Që thonë për fillimit dhe në fund muj me shërby gjithë shka. Në vendat tjerë janë pak ma me shije pak ma specifika, dhe kështu nuk e pranojnë fort, shka me thonë është një farë folk rocku, që prodhon Kosova, që ka shumë senet mirë filta, aty ka shumë senet mira, më mi përmen TNT-n, ose gjurmët, një farë kombinim interesant, folk rock. Me, dhe më thonë, motive rock edhe motive folklorike, që kanë tentu mi bashkëdyzu, mi përfshi masën. Unë po besoj që është rruga e duhur për neve si popull, për shkak se hala kemi lidhe shumë të fort me folklorin, edhe një rry me rockut, pëse mësë mi bashkëdyzu këto sene, edhe kombinimet ma interesante dalin, kur i kombinon dy zhane që... Një steri veçantë i jonishme. Pikërisht, që ajo ideja. Mase jena vishte që kjo folki, rocku, atë ngojmë një kongë të Fiorentit. Ngojmë një kongë. Mandena këthejmë i prapë. Ata prezentojnë? Ate prezentojnë. Konga është një kongë që ju më rritu në me to, edhe ka pasar dhe ideja si pahje, nuk e di as qyshëm ka arë, po me bendin të përvojshim gjithmonë para se me knu, në soundcheck e përvojshim që ato, edhe është përpunim në zhanin ska, i kush niset me Bosëvda, një kongë që vjen kongë vjetër, po në Gjakovi mi ritme që ato është pjesë e pandashme e Gjakovës, edhe pse nuk është e Gjakovës si kongë, po pjesë e melosit e Gjakovës, kështu që shpresoj të ju pëlqej, është verzioni jonë. Amani, amani, halin ses maqani, sevda jas mu hoq nga bukurie sa. Kush niset me bas sevda në moshën e pleqëris, kush niset me bas sevda në moshën e pleqëris, njëra të qele në menja, a kujton vitet e rinis. Njëra të qele në menja, a kujton vitet e rinis. Letëshërina s'kush se do, zemra jo nuk e pranon. Letëshërina s'kush se do, zemra jo nuk e pranon. Vetëm një rrudh, vetëm një thinj, ako a i kën mosha shkon. Vetëm një rrudh, vetëm një thinj, ako a i kën mosha shkon.
manushache, as ma fal pak dashuri. As aman moj manushache, as ma fal pak dashuri. Na murësjanin e kësaj bote, ne more qablot pleshe të ri. Na murësjanin e kësaj bote, na more qablot pleshe të ri. Zemra që mu dosh, mërqia që mu posh, si t'ja bëjo shok, as vetu nuk e di. Këngë është dhe për një kotë raki, mja bashkë. Absolutisht, që ajo është ideja, që atë emocion e kena kum pas qef me transmitu në përmjet klipit, është party, është hare, është plot me njerëz, edhe klipin ku e kemi gjiru, jemi mbledh me shoqni, keq ata që shihen në klip janë shok të mi, për post një 6 statista i pa të marrë kështu, se na vyshin edhe do njerëz, po, edhe jemi knaq definitivisht, edhe shpresoj që shihet që ajo energji, po kemi pas marrë komplimente shumë edhe komente shumë mirë prej. Kur le bën sportin, është një farë energji, një farë kënaqësie diqysh. Absolutisht. Të harxhon kështu çapat prej. U konë faza përgatitore, do më thonë përdesa përgatitesh i shkruan senet në letër që ajo ka qenë më e vështirë. Kjo pjesa e realizimit masene u konë shumë interesant se fan. Edhe pse patëm najt 6 orë, 7 orë, 8 orë, po u konë prapë u konë bukur, kështu që jep ke e shifsha vetën të punu për diçka të madhe, edhe vike energjia. Kejtëve nga ka ardhë energjia su pa ta nku kërkush, e o kone mirë. Lent, je që 6 vetë nëse do më skenë në muzikë dhe të flenë shpirt, knaq, mirësh edhe në për media në televizion tjetër, si mysafir e emisionive të ndryshme. A djena e një moment që me thonë një mlopi për muzikë, sa dhe me këshyr me ndru në ashtë i pak profesionit. Me ndru profesion. I kum bo disa plane, do më thonë janë plan B, plan C, plan D, janë të rënditu në kështu. Viqëm ka shku mene e kështu është, qësh me thonë, e kom një farë dëshirë që kom qef me urritësi si person, nëse kësi gjithmonë duhet me egzistu plani B që ka ndodhë nëse del në i problem me fët, ose në i problem me në i dora, në i diçka, në i shpin, që ajo plani B gjithmonë më ka shku mendja të programimi, po kom ekstremisht shumë shoqni edhe ekstrem shumë klienta që ju kemi knu në për dasme, ju kemi knu në për eventet fund vitit me kompani të programimit, edhe jam shumë i lidhur në kështu shoqnia. Unë nuk është që kom shumë njohuri për pas që i di konceptet kryesore, shumë gjithmonë përfundoj me qata shok të full për mundësin me hi në programim, edhe po thojnë që është një profesion shumë interesant, se të manë konstant të sfidum. A ditë, lëp diçka të re për teje, nuk është baja. Qajo, pikërisht që ajo është ideja, për që ato edhe më ka tërhek, se edhe muzika e ko qatë sanë, asë një mramje nuk është e njëjtë me tjetërën. Formula është gjithmonë e njëjtë, asë ti kime shku, kime bo soundcheck, kime knu njerëzve me disponu, edhe nëse knashen kanë me tirë prapë. I du që me a vazhdan hala, se ki përvojnë paraqitit e masa të ndryshme, lloj-llojshme. Absolutisht. Na përpara për shembull kena pas një moshë të caktuar. Po. Ti nuk e ki qatë moshën e caktuar. E vërtet. Kryesisht me pas organizim në 8 mars, po, çka do të thonë, publikun i ki të lloj-llojshme. Publiku është i lloj-llojshëm. Hala që ajo ndjesia kur do me dal një farë. Gjithmonë edhe që ajo është sene më i mirë, unë shumë i gëzona që asoj se mon halo të freske, të ntrua, di nuk e mblen me hin me u bo rahat. Adi se në momentin që bosh e atë, janis edhe me knu si robot, adi janis me performu mërzeqëm, bajashëm, edhe i gëzona shumë, edhe pse ka një herë din me mbledhe qëtë në fët, adi më vje me kajt i emocionit, adi, po e du shumë, halo e du muzikën njerëzakonisht shumë, të më thonë këto planet janë, është muzika, një 10 vendet thota që depresion nëse e lo muzikën,
Masën e dikur vjen edhe për shembull programimi ose përkthimi, kështu si plani C, duke qenë që e kam vllon si përkthyes, kam shumë shok, vetë kum punu një farë kohë si përkthyes me dokumenta kështu, që ajo i shkon plani C, Po nuk met veç muzikë, po çka do që të çka të servon koha. Nuk guxoj me Nuk guxoj me veç muzikë. Nuk guxoj se janë disa njerëz që më varen prej meje, edhe normalisht edhe unë më varen prej atyne, po s'kisha pas qef mi lënë laç çata persona. Lend, atë pengon fama që e ki kriju shumë vene qelën dyrt, edhe është tjetër muhabet, diskutohet, tjetër respekt. Po. Po, a ka do të rase ku të ka pengu për shumë? Jo në kohën disa momente shumë çuditshme në jetë, kështu që ku më thonë, nuk e kisha mendu që fama t'i bjen çdo probleme, si më thonë, nëse e kqyr pis jashtme kështu si fenomen, thu për shka e tu anku, adi kjo është budallaki me fol për çato, po kur je pjesë e çati probleme, një farkohë shumë njerëz më thoi za luftojshin për vëmendjen time, edhe bëjshin shumë veprime të çuditshme për me marrë qatë vëmendje, edhe mi nda një moment kështu pa të përfundu dy qika tu përlan komente kështu, edhe ja nisën me bo thire për me dalë mu rrej fizikisht ato qika, thajsha shka ndodh aty, mu doke si ondër e keqe që jo, po përfundimisht nuk jën rrej ato qikat, gjë që është lajmi mirë, s'ka fitu dhuna, ka fitu dashnia, që është shumë i mirë, edhe po në anën tjetër është një farloj fama që ka bjen të personi që ka ndodh një person që s'ka qenë i famshëm edhe bëhet mrena natës i famshëm, gjë që më ka ndodh mu, vjen një farloj presioni, një farloj presioni që ja bojnë vetës, që ta bën shoqënia, ta bën familja. Qysh me najt, qysh me fol, qysh mu vesh, me bo mu trash, thojnë shumë je trash, me bo mu dopsu, je shumë i dop, me bo me tra flokt, gjë që mas ne e përmen, bo me të ra flok kanë me t'i përmen, me bo mi mjell flokt, apet kanë me t'a përmen, dhe më thonë është një farë... Jenë presion, po presioni ma i keqe që e ku vrejt është një farë pritje se ti t'ashti duesh konstant me akalu vetë vetës. Dhe më thonë nëse i ki pas 50.000 klikime me një bio, 50.000 klikime bio me një klip, klipin tjetër duesh me pasi që në 50.000, nëse e ki çmimin 2.000 euro mrena natës, vitin tjetër 3.000, 4.000, 5.000. Konstant është një farë gore e çuditshme, edhe mund është me përfundu të e harru misionin, që është muzika. Muzika është misioni përfundimisht, duesh ndjenja jote nëpërmjet muzikës. Po se ki që presioni, gjithë ka me qëti ty që me ndryshu edhe stilin, me dalë për i qasaj që ti ki qef edhe qaj imponimi i masës. Gjuna, këse unë i kum pas disa faza, fatmirësisht, me anë të njerëzve, me anë të muzikës edhe meditimit, pakës të marrë me vetën konstant, të dëgju intervistat të artistëve të ndryshëm, e kuptova që përderisa është e rëndësishme me qenë suksesshëm, ma e rëndësishme është me najt vetë vetës besnik. Edhe nëse nuk e hub që ato, suksesi s'ka qore pa ardhë, vish me najt besnik, me najt konsistent, që kjo është me për çdo natë sa herë që ki nëse thirin një herë në mujtë, 12 herë gjatë vitit duesh me i bo punën e mirë. Dhe më thonë me qenë 100% që vetë vetës, edhe me shku me dashni, me shku me vullnet, mos me shku me ftyrë të presht, po vish me dasht punën, me dasht instrumentin, mbi të gjitha, edhe formula është qejo edhe. Po është të lashë sot për shumë naje që kemi pas organizimi? Organizimi jo, mediat pakës këto social media në kanë nimu shumë, telefonat e menqen për në animojnë gogja shumë, dhe më thonë mjafton e bën një grupi, tashti po ka dhe aplikacionet të ndryshme që të nimojnë për mi prodhu muzikën si shpejt. Adi e bën një, nëse e ki një ide, mund është mi transmitu shumë kalaj. Edhe jau qënë djemve jau përcjell informata shumë shpejt. Edhe me klientin tashti është shumë ma letë me komuniku për para u desh me pas një numër telefonit edhe mu konë afer telefonit, tashti të shkru në 4 mëngjesit edhe mrena 20 minutave ti e ki të konfirmume
si përposi për jo e ki një event 2025-ës, 2026-ës. Për shtunet, për shembull, a do të paraprakisht me pregadit, për shembull, çka kemi me knu? A shka varësisht për venit, ku kemi me knu? Esencialisht po. Çka do të me... është edhe një kësi, mas pori është thesori personal, shka di une, gjatë kajt viteve shka kom mësu, edhe shka kom qefun e mi transmitu publikut. Gjithmonë shkoj me që ato të parën, që ajo është misioni jam që mi jap një pjesë temën publikut. Po masene është edhe ajo tjetra që unë jam edhe shërbyes i tëne. Jam si service provider, dhe më thonë unë e kryj një shërbim ndaj tyre. Edhe përfundimisht duhet mi pas që ato parasysh, edhe tentoj masene mi kryj shërbimin. E kom një formull që është 30-70. 30 për vete, 70 për publikun, kur flasim për 70%, që një ideja është që me qenë konsistente. Dojnë me valzu, edhe dojnë kong artistike. Te valzimi e dim që e përmenet Dadushin, e kemi Sabri Fizullon, Sinan Vlasaliun, Dani, Afri Muqiqi, Dzeni, se zbon me arru Dzeni, e kemi Tonin. Kur kryhet këto, të më thonë është fillimi edhe mbarimi pjesa ku une e pres me shumë qe. Në fillimi bujmë disa kongë që janë matë qeta, desot në zenë, edhe na desot në zemë, edhe emocionalisht edhe fizikisht, kështu se gishta desot qliron, fyti, po edhe publiku e ka një mundësi me thonë kush janë qëta djemë, kush janë qëta që po naknojnë, edhe që ato 3-4 kongë të pora janë si këto vizitkartat. Me thonë që kjo mune, qështu këna jone, qështu do këna une, ka fundi është ajo pjesa ku e hulumtojnë për një ma muzikën. Për shembull, si të kryen këto detyrat, unë i thëmë, si të kryen detyrat e mramjes, atëherë him të ajo pjesa ku hulumtojnë muzikë, se njerëzit janë të ngopun, e kanë kry qefin, kanë valzu, kanë knu, kanë pi, edhe tash mbetet me mësu në i kongë të rejë. Që të unë gjithmonë insistoj me shti kongë të reja, me shti me rikëthuj kongë, me shti në i kongë temën, me aty këtu ku mujmë, ku shoh që publika po e pret, edhe i ka vesh të hapun për me pritë sendet të reja, po gjithmonë insistoj që të kongë të fundit një 5 ose 7 copa mu konë dishka fenomenale që nuk i kanë dëgju ma herë që janë jashtë menys. Që kjo është ideja me befasu, edhe me thonë, wow, qëto se prita, që kjo është ideja. Zakonisht që shukon, reagime e kanë pranu? E kanë pranu gogja mirë, se e kemi studiu formulën, konstant jemi të studiu, të marrë shënime, që kjo... Po, është matematikë dhe statistikë, shumë interesanta, dhe me nëzirë, duhesh me këqyrë mosha, duhet me këqyrë gjinin, duhet me këqyrë momentin, shka është të ndodhë në Kosovë, a jemi të undi si patriot, a jemi të undi si emocional, për shemë Shën Valentini, për Shën Valentini së në kënon për Uqëkën ose për vendin, ose diçka t'il, edhe anasjelt. Emre i dashur për mua, ose kush ka vajza botën ka, ose... Këto janë interesant, po që kjo është, dhe më thonë duhesh me qenë vigilent, konstant, me këqyrë shka është të ndodhë, kush është në publik, grup moshat me këqyrë, nuk mund është me aknu Limanin, për shembull do zonjave që janë 50+. Dhe në anën tjetër së në këtën Sabri Fizullon me 15 vjeqorë, me teenagjera ose... Do shme varsisht prej publikut dhe kongët. Pikrisht. Ja, nave që jena ka fundi kështu i emisionit, edhe ka që na ki të regu të ndodhi dhe të nxarë, dhe të plane, po a pritet me daj një solo album, edhe pse më nuk është për para që ndaj, ta shën ketë në platformat të ndryshme online kongët që realizohen edhe pritin me dal. Cilat janë planet, qka konkretisht kështu, saj përket tuat originalit? Mijat originali. Po shumë po shpresoj edhe synimi jam kryesor është që ky vit edhe viti që vjen me qenë viti i prodhimeve personale. Mos me qenë covera, mos me qenë edhe me qenë sa ma ofër publikut me qato, me klipe, me performancat të ndryshme. Du me sjell si vjet definitivisht duhet me sjell edhe, po jo si solo album, se nuk
nuk janë rënët njëherë për mu si pjesë e vizionit, nuk e kam këto albumin. Duhen mas pari duhet me marrë vëmendjen e publikut, me disa çka më thonë këtu, në janë projekte specifike. Me klip, do më thonë kongë originale me klip, e plasume në treg, e masën e kur të kam qatë, kur ta mbledhi vëmendjen e keq atë njerëzve që e di që me nxis po presin diçka prej me, atëherë duhet me bo një album, po gjithsesi albumi duhet me arë me një performance live. Me band pak më të madh, nuk guxoj me po më kisha prit për vetës diçka të tillë. Domethënë po na e varr hulumtimi këtë farë hulumtimi ajo. I kam deri me tashti, nëse i numroj krejt, i kam 5 këngë që janë kështu ma afër përfundimit. Hala herë domethënë me fol për album, po nëse i kisha bo albumin, kisha pas qef mi kombinu për shembull këngët e mia origjinale, po edhe përpunimet se i kam do ideja goxha të mira dhe e di që funksionojnë, sidomos që ata muzikante dhe artista që kisha dashur mi përfshi. Domethënë nëse i kisha bo albumin, e kisha bo me performance live, me Mysafir, artista që unë i respektoj edhe që i kam idhuj, domethënë që mësoj për ty në konstant, edhe mi nda skenën me ta i shkoni për mbushje e jetës time, edhe kisha pas qef mi pru qato kongë, qato përpunime në një stil diçka të veçantë. Kam shumë ide, kam shumë kongë, po qash shumë janë sa që nuk mund është mi bo mërëna një natë, se masnej duhet 3 orë me met aty, e duhet mi ullë në 10-15 kongë, e qajo është hulumtimi të studiu. Am ka lodh, pjesa ma e vështirë është logjistika, veç që kjo me kur me shku, me organizu, veç që ajo është, pjesa ma e poshtër është që ajo, me bajt fizikisht është e lodhshme, gitara përderisa është e vogël, po kur të kalojnë 2 orë masën e anis me të bo e rondë, me kalu kufinin është e lodhshme, a dita kufitar din me të... Janë, a di se ti mjafton, nëse e ki producentin në Shqipëri, ti duhesh me shku minimumi 4 herë atje. 4 herë është me vozit 3 orë, me shku 3 orë më këthy, ka... është knaqësi. Edhe pse është sfidë, është lodhje, po prapë është një farë. Duhesh mi dasht mjaftueshëm. Nëse don mjaftueshëm, kjo bëhet qef, bëhet fan, e merr dikon me veti, e merr një shok, e merr partnerin e jetës me veti, e merr familjarët edhe kesh rrugës, edhe shkon atje merresh me punën, edhe përfundimisht je i kënaqur, po çato shkamujnë me të dok të lodhshme, që kjo është çështja krejt. Lënd, faleminderit shumë për kohën, për mundësinë, suksesin njëri. Faleminderit shumë për ftesën, u kënaqa, faleminderit për që të pamje, Prishtina fantastike sot, edhe jemi të bekuar me këtë kohë fantastike. Faleminderit për bisedën, u kënaqa të fol, edhe shpresoj që kena me u pa kur t'i bëj këto sene. Faleminderit njëri. Me kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.